nga edicioni informativ këtu në ekranin e Blu Televizion, do të ndalemi tek dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e muajit janar. Janë evidentuar plot 17 banesa, ndërsa fondi i përcaktuar për dëm shpërblim është rreth 45 milion lekë të rinj, sipas kreut të Këshillit të Qarkut Vlorë Ervis Moçka. Nga këto 6 banesa ndodhen në fshatin Bishan dhe 11 në Novosel. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e muajit janar janë evidentuar në 17 banesa. Nga këto 6 banesa ndodhen në fshatin Bishan dhe 11 në Novosel. Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë Ervis Moçka ka theksuar se pas evidentimit të dëmeve nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë, përllogaritja e tyre kryhet nga Qarku e më pas dosja i kalon për miratim Këshillit të Bashkisë Vlorë. Atëherë, përsa i përket përmbytjeve të muajit janar, vlen të ritheksohet në fillim që evidentimin e bëjnë grupet e emergjencave civile pranë Bashkisë Vlorë, normalisht dhe me ekspert apo specialist të Këshillit të Qarkut, pasi gjithë dosjet që evidentohen, procedura e dytë është që duhet vinë në Këshill pranë institucionit të Këshillit të Qarkut me qëllim edhe për llogaritjen e dëmeve në këto banesa. Na kanë ardhur rreth datës 20 rreth 17 dosje të familjeve të dëmtuara nga këto përmbytje. Specialistët e Qarkut pas evidentimit dhe proces verbale kanë bërë gjithë vlerësimin dhe ditën e sotshme janë duke u përcjell pranë Bashkisë Vlorë, e cila do t'i kalojë pastaj me anë të Këshillit Bashkiak edhe për dëm shpërblime. Janë, siç u thash, 17 familje, janë 6 në Bishan, në fshatin Bishan dhe 11 në fshatin Novosel. Ka përfunduar gjithë procedura e rivlerësimit, ku fillohet nga një vlerë minimale për një familje diku te 450.000 lekë flas me të vjetra, deri në një vlerë maksimale ku ka familje te 4 milion lekë flas gjithmonë lekë të vjetra, pra 400.000 lekë të reja. Vlera totale e gjithë dëmshpërblimeve është 4.5 milion të reja, që do të thotë 45 milion lekë të vjetra. Dosjet tashme janë gati dhe procedura pritet të përcillet apo ta bëj gati administrata e Bashkisë Vlorë për ta përcjellur në Këshillin Bashkiak me qëllim dhe likuidimin e këtyre dëmtimeve. Moçka ka sqaruar se dëmet e shkaktuara janë kryesisht në orendi shtëpiake, me përjashtim të 3 banesave që kanë pësuar dëmtime të lekta në strukturë. Dëmshpërblimi për këto banesa do të përballohet nga fondi i Bashkisë së Vlorës. Atëherë ka patur dëmtime në banesa së shumti në orendi. Pra dëmtime jo që kanë nxjerr banesën apo kanë kryer dëmtime në mure apo në strukturë të banesës, por vetëm në orendi shtëpiake dhe vetëm një banesë ka pasur edhe 3 banesa, ka pasur edhe dëmtime në dyert e brendshme të tyre. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër është thjesht orendit shtëpiake, aty ku ka hyrë ujë. Atëherë janë përcjell dosjet, pra janë përcjell ditën e sotshme, janë postuar dhe pritet mbërrinë në Bashkinë e Vlorës, mjafton të përgatitet projekt vendimi dhe një relacion, ku nuk ka nevojë për ndryshime në buxhet pasi Bashkia e Vlorës disponon një fond për dëmshpërblimet, kështu që mjafton pastaj një miratim nga ana e Këshillit Bashkiak. Dalja nga shtrati i lumit të Vjosa krijoi një situatë problematike gjatë muajit janar, ndërsa tashmë ka përfunduar dhe procesi evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. I pasur me burime natyrore ujore, fshati Trajgjas vuan për ujë të pishëm, por edhe për vaditjen e tokave bujësore. Sipas banorëve, Trajgjasi ka ujë plot, por në çizmat e familjeve ujë vjen vetëm 2 orë në ditë, ndërsa tregojnë se zgjidhjen e kanë gjetur te puset, e ndërsa ujin që konsumojnë e blejnë ose e mbushin në llogara ose fshatrat përreth. Fshati Trajgjas është i pasur me burime natyrore ujore, të cilat derdhen në det dhe nuk u vijnë as pak në ndihmë banorëve të zonës. Trajgjasiotët, pavarësisht se kanë burimet ujore të izvorit në fshat, vuajnë për ujë të pishëm, por dhe për vaditjen e tokave bujësore. Sipas tyre, Trajgjasi ka plot ujë, por në çezmat e familjeve uji vjen vetëm 2 orë në ditë. Kjo është situata gjatë vjeshtës dhe dimrit, pasi kur ngrohet koha fshati mbetet me ditë të tëra pa ujë. Sipas banorëve të Trajgjasit, kjo situatë është shkaktuar nga mungesa e investimeve ndër vite në rrjetin e furnizimit me ujë. Banorët tregojnë se zgjidhjen për plotësimin e nevojave familjare e kanë gjetur tek puset, ndërsa ujin që konsumojnë e blejnë ose e mbushin në llogara apo fshatra të tjera përreth. Se fshati pin nga 1 orë ose qameti 2 orë. Mbas dite, të them drejtën se unë kam shpinë këtu, se flas për atë lart, unë kam pusin. Domethënë janë të detyruar të lënë dhënte, qënte, çari kanë bagëtie, bujqësie të rinë të presën në orarin e ujtë se zbën një njeri. Po kontrolloj ku i ke, hajti shkojmë bashkë. Ku i ke burime? Se di. Flasë për më shumë në behar, se atëherë duhet dhe ujë.
Duhet tani ndimër, të flasëm tani se do mbledhëm dhe ushqiu fshati, për shumë, flasë për fshatin e gjithë. Dhe që të marrën ujë, që kërkojnë të marrën ujë, mua më duket një çudi, që e kam të zgjidhur problemin me pusin, më duket një çudi. E mbushim lartë në llogora, s'kemi ta blejmë. Të vish të shikosh shtëpi. Po, mbush 3 bidona 7 kilosh në javë, sa të konsumojmë. Ne jo s'paguaj. Sa ti ajo është e lidhur që punon. Për gjitha, për dritat, për pusin, për çdo. Një se kuptoj. Për të regjasin, po pse të hallet i përneshon të fiksit e stopi gjithë fshatrat ngjitur me Tiranën, cop. Është një ku ka të rregulluar. Tani mirë është. Po? Po para 20 ditëve, më 25. Dihet që s'ka pa shira. Po? U tha fare, do me thënë, do lëngurët, as ne, nuk na mirë të pompa këtu që jemi afër. Po ne se e hapëm, e kurcejmë, do me thënë, se kemi me korrent. Po? Kush e ka llogaritur me orë? Klore tutje, s'ka shira, shtërpon, themi ne. Do me thënë, u tha fare këtu, s'kish pompa, kryesore. Po ne nuk e llogaritëm me orë, se si po të them që ndezëm pompën për hall, me boljere, me gjëra. E këta lartë kanë bërë, po ata s'kan lek, s'kan bërë të vaprit vojnë. Po? Ajo shtëpia është si përshi shtëpina atje lartë? Po? Ka pompën këtu, kanë vojtë në ndiza e kishtë prishur gjithë ditën. S'ka ka të... Me Po ne puse? jemi këtu, ja ku jemi. Keni ujë? Po. Kemi një pompë të vogël, ja, de la Marina. Edhe na vjen nga mali, në qëfë se s'ka shira, nuk ka. Na vjen nga mali ujtë, fshati Trajgjasë. Të din ata inxhinierët, në qatë të themi. Po është i lakmur, ja këto pompa që u bëm këtu dhe ajre bëri zhurmë Trajgjasi. Se ajre furnizoj që këtu e për te ishë në burimi, nash ishë mbledhur për të tjera vënde. Ka mbetur kjo këtu vetëm. Është dhe ajo të lokali atje për te. Në atë kohë nuk ka më mirë, din ata të më dhitë, çfarë do vendosën. Po, orari është ndryshush. Në një moment vjen 12, një herë pastaj vjen 14. Po? Po, është i kufizuar. Tek mua jo. Jo, pse? Diku tubo ka pësuar në një qarje dhe kur bie shi vjen ujtë i trubull në boljer. Vete e mbush me bidon. Po, në qo se ke është një barqo aty. Po është mua. Po? I kam të mitë ata. Me puse është zgjidhur një pjesë. Po? Jo të gjithë. Thonë shumë, ose në tendencën për të marrë ujë këtu, flasën shumë. Po deri tani, po duhet vënë punë. Ato se dim, ne ujt i ikën, jo 4500, jo 4000 litra sekond. Po ujt i këndet. Ndërkohë në Trajgjasë synohet realizimi një projekti për marrjen e ujit nga burimet e izvorit dhe furnizimin e fshatrave të jugut, ku vetë banorët e Trajgjasit nuk kanë ujë të pishëm, por asërjet nëntoksor të furnizimit me ujë. Vendimi më i fundit i Këshillit Bashkiak të Vlorës për parkimet me pagesë është kundërshtuar nga qytetarët e Vlorës, të cilët edhe pse mendojnë se do të disiplinohet parkimi i mjeteve në qytet, thonë për Blu Televizion, se ky vendim i rëndon edhe më shumë gjendjen ekonomike të familjeve të tyre. Në mbledhjen e muajit shkurt të Këshillit Bashkiak të Vlorës u miratua vendimi për parkimet me pagesë, ku rrugët kryesorit të qytetit dhe jo vetëm, parkimet për gjatyre do të kthehen kundrejt pagesës. Në mënyrë kategorike, shumica e qytetarëve të Vlorës janë kundër këtij vendimi. Ata shprehen se qëllimi i vendimit ka të bëjë me disiplinimin e parkimeve në qytet, por këtu mungon ekonomia. Sipas lunjatëve, një vendim i tillë rëndon edhe më shumë gjendjen ekonomike të familjeve, me pagat dhe pensionet që janë në Vlorë. Pagesa edhe parkimeve është e papërballueshme. Sot do sot kundër jemi. Nuk ka akoma me të pare me të bërë. Po jemi kundër se s'ka rregull. Po të paguajmë, po të kemi parkime pages, nuk do më rëdhesh. Po, edhe po edhe jo, ma shumë jo. Se nuk mbim për lek, thune, keni fjarën për lek, Po një qytetar për shumë nuk ka parkon, vetë ai me gjop, ku do ta paguajnë gjopën, kur është pa punë, pa të ardhura, pa... E zem një pensionistit për shumë, ka parku makinë, i ka vu gjopën, që do ta paguajnë pensionistit? Po të aty është punë e ligjit, ku e dio. Po që se rëndon?
Kur unë jam një pensioniste, e parkoj një makinë, a i vjen e më gjobit, me që do të pagon pensionisti? Qyteti jo në hapësirat tona, për çfarë duhet paguajmë? Pra i duhet, po pa tjetër. Deri të kanë qenë pa parkime, pa para, pa gjë dhe s'pa del. Ajo mbase ka që objekt mirë që disiplinoj parkimin e mjetëve, po këtu s'vinë vetëm lojatët, ka dhe të huaj që vinë. Po edhe ekonomia, gjitha bashkën. S'ka si problem pa ekonominë brenda. Ndërsa për ata të cilët vinë nga jashtë vendit, emigrantët ndër vite, parkimet me pagesë janë një praktik e ndjekur edhe në Itali, por aty ka një ekonomi shumë herë më të mirë edhe të lartë se në vendin tonë. Unë jam pro parkimeve me pagesë në rrugët kryesore dhe aty ku unë banoj, parkimet për personat që banojnë në atë rrugë mbas një orari të caktuar, mbas orës 8. Për shembull jam për personat që banojnë. Jam pa pagesë, jam shumë favore për të paguar. Jetoj jashtë. Midis dy vendeve me pagesë. Edhe një gjë është duhet pa tjetër të marrin masa dhe për atë, se dhe lëvizim ne që jemi me 2 cittadinanza, marrin masa për atë që ka spostuar ajo, e di që s'do ta jepni, ajo e bashkisë, e ka quar atje pa kushte, pa se udhtoj unë, udhtoj njerëz me fëmijë, me tëra. Çdo që duhet të quaj në vendin e dur. Parkimet me pagesë në qytet pritet të aplikohen në muajt në vijim, ku të gjithë ata të cilët posedojnë një automjet dhe e parkojnë në zona si Bulevardi Ismail Qemali, rruga Kosova, rruga e Gjergj Araniti e shumë segmentet e tjerë rrugor, do të duhet që të paguajnë një tarif. Për parkimet do të duhet pagesë, po ashtu edhe në brendësi të hapësirave të blloqeve të banimit. Fenomeni i zbaticës është vërejtur mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë. Tërheqja e ujit të detit me mbi 10 metra nga vija e zakonshme Bregut ka bërë që shumë prej varkave të peshkimit të mbeten në cektir. Fenomeni i zbaticës është vërejtur mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë. Tërheqja e ujit të detit me mbi 10 metra nga vija e zakonshme Bregut ka bërë që shumë prej varkave të peshkimit të mbeten në cektin. Ky fenomen natyror ndodh periodikisht dhe lidhet me lëvizjen e ujrave detare të ndikuara nga faktorë të ndryshëm natyror. Megjithatë, për peshkatarët lokal, tërheqja e detit ka krijuar vështirësi të përkohshme në daljen për peshkim, pasi atyre u është dashur të presin rikthimin e ujit në nivelin e zakonshëm. Peshkatar, por dhe qytetar shprehen se një tërheqje e tillë nuk ka ndodhur ndonjëherë në tilla përmasa. Ata tregojnë se dalin çdo ditë për peshkim shëtitje apo për të kaluar kohën në Bregdet, por zbaticë me këtë përmasa nuk është vërejtur shpesh. Unë jam pensionista dhe jam pasion. Po sport. Me grepa të që pendise, që 10 vjeç. 77. Ekzistojnë të patica janë të njëjtura këto gjëra. Me këto muara janë të njëjtura. Them unë që unë zonë koca janë sa për sport kështu. Me lutrim, sa jam me grep kështu. Kam pasion. Jo, pa shtëpi, për kaluar orën atë, për të vrarë kohën. Tash nuk ka se, tash janë shtuar, janë rrymat që spunon kjo ndrojë globale, janë ndikojnë shumë ato, janë ndryshojnë. Kështu gjiri do det, po s'patë det nuk ka peshtu. Po unë tash unë kam për sport, tash do dal deri në drek, ja 2-3 orë sa për të humbur që ti ham drek. Për çfarë shërben kjo? Kjo ushqim për peshk. Ne koce, ne lutrim. Bëje vogla, janë të vogla sa janë. Ai që ka pasion çdo gjë për mua, çdo gjë që njeriu ka qejf, çdo lloj gjëje, pavarësisht se çfarë bën, se çfarë bën në jetë. Atë që ka qejf, që ka mësuar, ajo është për atë është mirë. Kem parë ndonjëherë ka pasur, po jo në këtë gjendje. Ata të punë kanë për ditë. Se në darkë vjen ujt, në mëngjes ikën. Po zbaticat janë ata ushtallarë që jo ne është shtrequr goxha, jo është shtreq, po ngequr goxha, shu ka vajtu. Sa distancë nga objektet ka? Thuaj se zonë mëngjes. Ku s'ka ndonjë problem, ndonjë punë, se problem ti ngon keq. Del. Vi. Çore. Vjetë edhe si vjetë po ndodh. Po deti kur ra në një krah, kur largohet në një krah me në krahun tjetër. Po ande nga soda. E ke parë ku vajtur? Ku gjën atje hapësirë ikën. Këto dy shëmbërë si që ka bërë dhe Italia, me bandiera guri, 100 metër, 200 metër në thellësi, për të evituar goditjet e dagës. Sa koti e su kështu do i qizhe pallatet në det. Uji detit është tërhequr këtë të mërkur mbi 10 metra nga niveli i zakonshëm, një fenomen që ka sjellë edhe ngjecjen e varkave të peshkimit dhe vonesa në daljen e peshkatarëve në det.
2 automjetet kanë dalë jashtë rrugën në autostradën Fier-Vlorë, siç mësohet një automjet tip Bencia ka prerë rrugën një automjeti tjetër duke bërë që të dy mjetet të humbasin kontrollin dhe të dalin jashtë korsisë. Si pasojë janë shënuar dëmet të lehta, ndërsa personat e përfshirë janë dërguar në spitalin e Vlorës për kontroll mjekësor. 2 automjete janë përfshirë një aksident mëngjesin e kësaj të mërkure në autostradën Fier-Vlorë pranë fshatit të Panajas. Automjeti tip Benz i cili ka qenë duke parakaluar automjetin tip Passat duke i prerë rrugën për pasojë të dy drejtuesit e automjeteve kanë humbur kontrollin duke dalë jashtë korsisë. Policia dhe autoambulanca mbërritën me njëherë në vendin e ngjarjes, duke marrë 2 persona të cilët janë të lënduar dhe duke dhënë ndihmën mjekësore në spitalin e Vlorës jashtë rreziku për jetën, ndërkohë që policia për duke hetur shkaqet e këtij aksidenti. 2 automjete kanë dalë jashtë rrugën në autostradën Fier-Vlorë pranë fshatit Panaja këtë të mërkurë si pasojë një aksidenti të ndodhur gjatë paradites. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Benz me targa AA 179ZR dyshohet se i ka prerë rrugën një automjeti tjetër tip Passat me targa AA 418BH. Si pasojë e kësaj manovre, të dy drejtuesit kanë humbur kontrollin mbi mjetet duke dalë jashtë korsisë së lëvizjes. Nga përplasja kanë mbetur të lënduar 2 persona, të cilët janë transportuar drejt spitalit të Vlorës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht raportohet se ata janë jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të 2 automjetet e përfshira. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë rrugore, të cilët kanë kryer veprimet dhe po punojnë për zbardhjen e plotë rreth anave të ngjarjes. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit mund të ketë qenë shpejtësia mbi normat e lejuara, ndërsa efektivët e policisë pritet marrin në pyetje dhe drejtuesit e mjeteve, por dhe personat e përfshirë për të sqaruar dinamikën e plotë të aksidentit. Vijojmë tjera zhvillime, 160 predha të mbetura nga lufta e dytë botërore janë zbuluar pranë urës së Vodicës në fshatin Vodicë, bashkia Selenis. Zbulimi u bë nga një firmë që po kryente punime në zonë, ndërsa ekspertët e Genius po kryejnë operacioni për identifikimin dhe largimin e predhave. Rreth 180 predha të mbetura nga lufta e dytë botërore janë zbuluar pranë urës së Vodicës në fshatin Vodicë, njësia administrative kote e bashkisë së Selenicës. Zbulimi u bë nga një firmë që po kryente punimet në zonë, e cila njoftoi menjëherë forcat gjeniere për praninë e municioneve të rrezikshme. Ekspertët e Genius mbritën në vendngjarje dhe për 2 ditë me radhë zhvilluan operacionin për identifikimin dhe largimin e predhave. Gjatë ditës së dieshme u gjetën dhe u siguruan rreth 140 predha mortaje, ndërsa gjatë ditës së sotme u evidentuan. Ekspertët e Genius mbritën në vendngjarje dhe për 2 ditë me radhë zhvilluan operacionin për identifikimin dhe largimin e predhave. Gjatë ditës së dieshme u gjetën dhe u siguruan rreth 140 predha mortaje, ndërsa gjatë ditës së sotme u evidentuan dhe 20 predha të tjera. Në total në zonë janë zbuluar 160 predha të luftës së dytë botërore, të cilat janë transportuar nga specialistët për në Tiranë, ku do të kryen procedurat për asgjësimin e tyre në mënyrë të kontrolluar. Ndërhyrja e shpejtë e forcave gjeniere shmangu çdo rrezik të mundshëm për banorët dhe për punonjësit që po kryenin punimet në këtë zonë. Policia e Vlorës njofton se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale janë vënë pranë nga 2 shtetas, ndërsa janë referuar në prokurori 4 të tjerë. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe në Saran për veprime të mëtejshme. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë shtetasin DL 49 vjeç banues në Sarandë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetueses së tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë shtetasin FK 56 vjeç banues në fshatin Stjar Delvin, pasi në aksin rrugor Shian Delvin, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti dëmtuar let drejtuesi i automjetit dhe pasagjerja. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit KZ 43 vjeç banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. GK 19 vjeç banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin GN 46 vjeç banues në Vlorë, pasi në banesën e tij u konstatua lidhje palishme energjisë elektrike. Gjithashtu referuan materiale në prokurori pasi më datën 3/3/2026 në orët e para të mëngjesit në lagjen Isa Boletini ka rënë zjarr në dyqanin në pronësi të shtetasit për 62 vjeç banues në Vlorë. Po punohet për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit. Specialistët e seksionit për hetimin e
e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin. Atë 41 vjeç banues në Sarandë mjek në Spitalin e Sarandës, pasi ka kallzuar shtetasi SG 34 vjeç banues në Sarandë se shtetasi atë ka neglizhuar trajtimin mjekësor të djalit të saj të mbitur në spital. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe Sarandë për veprime të mëtejshme. Gjirokastra është kthyer tashmë në destinacionin e kërkuar në tregun turistik ndërkombëtar, ndërsa po vizitohet nga një numër në rritje vizitorësh nga gjithë bota. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga qyteti Gurtë, ku turistët e huaj kanë nisur të gjallërojnë më herët se çdo vit. Gjirokastra është kthyer tashmë në një destinacion të kërkuar në tregun turistik ndërkombëtar, ndërsa po vizitohet nga një numër në rritje vizitorësh nga gjithë bota. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga qyteti Gurtë, ku vizitorët nga bota kanë nisur ta gjallërojnë më herës se çdo vit. Rama u shpreh optimist për një tjetër rekord për turizmin dhe gjithë zinxhirin e ekonomisë lokale në qytetin e Gurtë, që fal dhe mikpritjes së ngrohtë. Vlerat arkitektonike të qytetit duke nisur nga kalaja e Gurtë, pazari karakteristik, muzeet, godinat dhe banesat tradicionale tërheqin një numër të lartë turistësh çdo vit. Muzeu i luftës së ftohtë, Muzeu i armëve etnografik dhe Muzeu Kadare shërbejnë si qendra për tërheqjen e vizitorëve, por dhe për njohjen e turistëve me vlerat e historisë, traditës, figurat e shquara gjirokastrite në vite. Ndërsa një fluks në rritje vizitorësh po bëret po ashtu dhe në fshatrat përreth dhe zonat rurale, ku janë çelur njësi të reja të akomodimit për turistët me kushte dhe standarde bashkëkohore. Ato ndërthunin arkitekturën karakteristike me vlerat e traditës dhe mikpritjen e banorëve, duke shërbyer si mjedise tërheqëse për turistët vendas dhe të huaj. Ambasada amerikane i bën thirrje Partisë Demokratike dhe të gjitha aleatëve opozitar të saj që të refuzojnë dhunën në protestat e tyre dhe të rikthehen te dialogu dhe bisedimet konstruktive. Selia diplomatike e rrugës së Elbasanit i bën thirrje Partisë Demokratike dhe të gjitha aleatëve opozitar të saj që të refuzojnë dhunën në protestat e tyre dhe të rikthehen te dialogu e bisedimit konstruktive. Në lidhje me tubimin e fundit kombëtar të opozitës në Tiranë, ku u hodhën molotove, fishek zjarre drejt institucioneve qeveritare, si dhe u sulmua Vila 31, ambasada amerikane thotë se aktorët politik duhet të zgjedhin mjete paqësore për protestat e tyre. Ne nxisim të gjithë aktorët politik të refuzojnë dhunën politike dhe të zgjedhin mosmarrveshjet mes tyre përmes angazhimit konstruktiv dhe mjeteve paqësore të ligjshme, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane. Kujtojmë se protesta e opozitës më 28 shkurt në Tiranë shkaktoi një val të fortë reagimesh për shkak se këtë herë u sulmua me molotov e fishek zjarre, ish vila e diktatorit Enver Hoxha në blok, e cila është kthyer në një rezidencë qeveritare dhe pret gjithashtu aktivitete kulturore. Në momentin kur drejt saj shpërthyen molotovët, brenda kishte artistë të huaj, të cilët po merrnin pjesë në një ekspozitë. Policia e shtetit u gjetë pa përgatitur për këtë rast dhe për shkak të reagimit të vonuar, të nesërmen kryeministri Edi Rama urdhëroi shkarkimin nga detyrat të kryepolicit Ilir Proda dhe drejtuesit të kryeqytetit Elton Allushi. E duke u nisur nga pasojat e paparashikuara të luftës në gjirin persik në ekonomi, Konfindustria kërkon që ekzekutivi të marrë masat e domosdoshme ligjore, sidomos në tregun e karburanteve për të kontrolluar zbatimin e ligjit në kompanitë e karburanteve për sigurimin e rezervës strategjike 3 mujore. Duke u nisur nga pasojat e paparashikuara të luftës në gjirin persik në ekonomi, Konfindustria kërkon që ekzekutivi të marrë masat e domosdoshme ligjore, veçanërisht në tregun e karburanteve. Konfindustria së pari kërkon që të kontrollohet zbatimi i ligjit në kompanitë e karburanteve për sigurimin e rezervave strategjike 3 mujore. Së dyti vjet në dukje se duhet të merren masat ligjore në drejtimin regulator të konkurrencës në treg për të shmangur rrezikun e rikthimit të spekulimeve të çmimit të karburanteve, si në rastin e krizës së luftës në Ukrainë në vitet 2021-2022. Kërkesa e tretë është që qeveria të përgatisë një paketë ligjore me synim uljen e barrës fiskale në rast të rritjes së fortë të çmimit të karburanteve në tregjet ndërkombëtare. Çmimi i naftës ka dhënë shenjat e menjëhershme të rritjes në bursë, duke e bërë të pashmangshme pasqyrimin edhe në tregun vendor. Koha e zgjatjes së luftës është e paqartë. Vjojmë në sport, flamurtari në basketbol për femra është poshtur në transfer përballë Bashkimit në ndeshjen e luajtur në Prizren, një takim me shumë rivalitet dhe emocione, i cili u mbyll me rezultatin 101-82 në favor të skuadrës vendase. E pavarësisht humbjes, flamurtari mbetet në 4 vendet e para që sigurojnë pjesëmarrje në fazën play-off.
Flamurtari në basketbol për femra është poshtur në transfert përballë Bashkimit në ndeshjen e luajtur në Prizren, një takim me shumë rivalitet dhe emocione, i cili u mbyll me rezultatin 101-82 në favor të skuadrës vendase. Pjesa më e madhe e ndeshjes foli për një përballje të ekuilibruar. Deri në 10 minutat e fundit, të dyja skuadrat zhvilluan një lojë të fortë dhe rezultati mbeti i ngushtë, me diferenca të vogla pikësh. Megjithatë, perioda e fundit rezultoi vendimtare pasi Bashkimi i Prizrenit arriti të shkëputej në rezultat duke siguruar fitoren para publikut të vet. Pavarësisht kësaj humbjeje, Flamurtari mbeten në 4 vendet e para që sigurojnë pjesëmarrje në fazën play-off. Skuadra vlonjate së bashku me Bashkimin dhe Pejën konsiderohen si ekipet favorite për të fituar ligën unike në këtë sezon, duke konfirmuar forcën dhe rivalitetin që i ka shoqëruar gjatë gjithë kampionatit. Ndeshja e luajtur të martën në Prizren ishte një tjetër dëshmi e nivelit të lartë konkurrues mes këtyre skuadrave. Intensiteti në parket, ritmi i lartë i lojës dhe përplasjet sportive treguan se gara për titull do të jetë e hapur deri në fund. Flamurtari mbetet kampion në fuqi i ligës unike në basketbol për femra dhe synorin konfirmimin në këtë kompeticion. Paralelisht, objektiv madhor për ekipin vlonjat mbetet edhe titulli kampion në arenën kombëtare, aty ku deri më tani ka regjistruar vetëm fitore, duke treguar stabilitet dhe ambicie të qarta për një sezon të suksesshëm në të gjitha frontet. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka reaguar pas një akti vandalizmi të ndodhur në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin. Bishkrimet përfshin slogane nacionaliste dhe nxitse si nuk ka dorëzim dhe Kosova është Serbi, me konotacion propagandist dhe përçarës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka reaguar pas një akti vandalizmi të ndodhur në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin. Në njoftimin e shpërndar për mediat, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës bën të ditur se mbi pllakatin identifikues të ambasadës janë vendosur etiketa fyese dhe me përmbajtje shoviniste në gjuhën serbe. Bishkrimet përfshin slogane nacionaliste dhe nxitse si nuk ka dorëzim dhe Kosova është Serbi, me konotacion propagandistik dhe përçarës. Menjëherë pas identifikimit të rastit, ambasada ka njoftuar autoritetet kompetente në Gjermani. Policia gjermane është informuar dhe pritet të ndërmarrë veprimet përkatëse, përfshirë hetimin e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave përgjegjës. Ministria dënoi jashtë për çdo akt vandalizmi dhe gjuhurrëtie ndaj përfaqësive diplomatike të Republikës së Kosovës, duke theksuar se veprime të tilla bien ndesh me normat dhe konventat ndërkombëtare që garantojnë paprekshmërinë e misioneve diplomatike. Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj promovimit të paqes, dialogut, bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të mira ndërkombëtare, duke vazhduar të ushtrojë misionin e saj diplomatik në përputhje të plotë me parimet dhe standardet ndërkombëtare. Teksa sot shënohet dita e 4 e luftës në lindjen e mesme, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar dhunën ushtruar ndaj fëmijëve në lindjen e mesme. Civilët, shkollat dhe spitalet nuk duhet të sulmohen kategorikisht. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i lirë nga frika, thuhet në deklaratën e OKB-s. Teksa sot shënohet dita e 4 e luftës në lindjen e mesme, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar dhunën ushtruar ndaj fëmijëve në lindjen e mesme, të cilët kanë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin të sulmojnë strukturat ushtarake dhe ato civile të Iranit. Operacionet ushtarake në Iran dhe në të gjithë rajonin janë shkatruese, si dhe paraqesin një kërcënim serioz për fëmijët, tha OKB në një peticion. Civilët, shkollat dhe spitalet nuk duhet të sulmohen. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i lirë nga frika, shtohet më tej në deklarat. Një ditë më parë u mbajt një funeral masiv për 165 nxënës të shkollave dhe stafit të cilët mbetën të vrarë në një sulm të përshkruar si amerikano-izraelit në qytetin jugor të Minabit, i cili ishte incidenti më vdekjeprurës në Teheran deri më tani. Ndërkohë në Emiratet e Bashkuara është njoftuar se misioni në distancë do të vazhdojë deri të premten me 6 mars. Kjo mas do të zbatohet për studentët, stafin arsimor si dhe administrativ në të gjithë shkollat dhe universitetet publike si dhe ato private në të gjithë vendin, deklaroi Ministria e Arsimit e vendit si dhe Ministria e Arsimit të lartë dhe e kërkimit shkencor në një deklaratë të ndarë për mediat. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.